Më quajnë Altin Kapa, jam banor i fshatit Çrravë. Po? Me çfarë merresh? Unë merrem me blegtori. Dhe këta erdhën të na marrin kullotat. Është njësoj s'kur na marrin jetën tonë, se ne aty kemi të ardhurat tona, me ato jetojmë. Na kanë bërë, kemi arritur deri në një pikë që ndihemi të huaj këtu në vendin tonë. Se kemi qenë dhe emigrant dhe u kthym për një gjë më të mirë në vendin tonë, po pas ka qenë më keq. Na kanë arritur që nuk dim çfarë të themi. Këtu në këtë vend më duket se nuk pika ujë fare, njeriu i thjesht. Sa kohë bën ti kjo? Unë kam 200 dhenë. Po tu mor kjo tokë, ku do shkosh? Po u mor kjo tokë, unë do ik fare që këtu, s'kam çfarë të bëj me. Si ty sa veta janë? Janë shumë banor të tjerë të fshatit Çrravë. E vetmja punë këtu në fshat vetëm blegtoria ka mbetur. Blegtori ka mbetur dhe atë tokë në blegtorisë po jo marri. Atë, se fshati atë ka, blegtorinë në bujqësinë ka. Bujqësinë nuk shkon asgjë. Ne po kërkojmë një të vërtetë, një të drejtën tonë, po këtu nuk funksionon as e drejta as e vërteta. Po të thuash të vërtetën këtu je i ndyrë, shkel ligjin. Duke qenë, kemi vajtu, kemi kërkuar gjërat tona, ore të paktën mos na pengoni, mos na ashtu, pa le për ndihmuar nuk bëhet fjalë që na ndihmojnë ata. Po na lini të qitë. Mbështetje s'keni marrë nga shteti? Po mbështetje me këto mbështetje që japin këta, sa për tallje janë. Dhe ato i duan gjysma, i duan leka, se nuk të hidhet as firma asgjë, nuk t'i japin këtu. Ke fjalën për atë 12.000 lekë? Po, atë 12.000 lekshin. Pa gjysmën e marrin? Po gjysmën e marrin se nuk të firmos njëri, po nuk hyn dot më burr këtu, as me një institucion pas dhe lek këtu. As me një institucion, nuk të njihet e drejta as sekundi më. Po këta e kanë bërë, si të thuash më, e kanë bërë xhungël më këtë vend. Përgjedhët deri në 10.000 lop ose mëshqera, 5.000 lek për viçat, jo më pak se 10 krerë. Për baktitë e imta, vijon e njëjta mas financimi 1.000-2.000 lek për litër, për krerë. Ti vete e kundërshton Këshillin Bashkiak, ai thot më ofendove mua, ofendohet ai kurse ai që ngre dorën atje me të ngritur dorën shkatërron ekonominë e familjeve tona, ai nuk e, ai e ka për nder, për çfarë ka ai atë. Dhe ajo fjala atje që mua më shkatërron, ajo e ngritur dorën, ajo që ka ajo është ofendimi që ndjen shqiptarin. Po ç'a ndodhi në Këshill Bashkiak që arriti deri në grusht? Ç'a ndodhi atje? Në Këshillin Bashkiak brenda 4-5 ditë, përpara 4-5 ditë me një javë, u hodh në votim, ishin bashkë me neve. Ishin kundër? Ishin kundër dhënies të tokave me qira. Brenda jave yri jashtë radhe mbledhjes rendit të ditës, dhe u kthyen të tërë ishin dakord pro. Dhe si të mos irritohesh, si ndodhi kjo? Nuk e dim, kanë interesa, kanë presione, nuk e dim ne se çfarë bëhet atje brenda. Nuk e dim. Neve nuk na llogarisin fare ata, ne jemi njerëz të thjeshtë, jemi pengesë për ata, nuk e dim çfarë bëhet. E kuptoj. Nuk e dim çfarë bëhet. Ore, ka bërë gjë bashkia kështu dëgje siç po bëjmë ne për t'u dëgjuar? Ka ardhur bashkia, po, për të bërë dëgjesë, po, dhe kemi vajtur neve atje në vend, po, ku bërë dëgjesa, dhe nuk donin të ishim shumë veta. Po, sa veta ishit? Ishim 10-15 veta dhe të tjerë. Pra ishit më pak se qimin e tani? Pas bëhet fjalë. Ishte kështu një lajmërim urgjent që ore këtu kanë ardhur kështu, dhe kemi vajtur vetëm nga ajo që kemi interesin atje, që kemi jetën atje. Dhe brenda javës na jodhën në Këshillin Bashkiak për të votuar. Po pro ju aty që jo kundra firmosëm. Po mirë, keni bërë dëgjes kundër. Ku e gjetën dakordsi? Brenda javës e futën për të votuar në Këshillin Bashkiak. Jo, jam dakord. Kryetari i bashkisë thotë kemi gjetë dakordsi me fshatin. Jo, mos bëhet fjalë dakordsi. Kanë ardhur persona që duan të bëjnë këtë dakordsin që thonë këta, kanë ardhur persona dhe thonë qulimë këtë, të na jepni atë, të marrim këtë këtu, po ç'është kjo gjë të marrim këtë këtu, ne çfarë kemi këto? Me pazare, çfarë? Të marrim këtë këtu. Shkëmbim tokash? Po shkëmbim tokash, edhe po ku do t'ju japin tokë këtu? Jo të na japin, jo të s'ka këtu. Të marri dhe t'ja udhim për ndër që na lënë një fis. Ha, kanë thonë do t'ju përgjysmojmë, ha? Jo, përgjysmojmë.
Do ju marrim gjysmën. Do ju marrim gjysmën. Në një kohë që ne e kundërshtonim, thoshin janë toka pa vlerë fare, janë krasta, janë Për të dyja parcela që kitet, qoftë për territorin, që është në bazë të ulët për vështirësi, qoftë për tullotën, e cila është kryesisht zgjavërisht të paktën, por edhe kam parë vetë personalisht, zgjavërisht. Tullota nuk ka nuk është për quhet tullotë e standardit të parë. Unë jam ekonomist. Por në ne do të lexojmë të lindinave. Ka shkuar ekonomist. Lexojmë për lindinave të matote. Është shkuar aty. Nisë do. Po, Pa A është tokë e punueshme? ato janë lëndina mu, ato kanë emrin Dim Babadim, janë kullota mu, është lëndinë. Ata thoshin Janë është krast. produse, janë produse. E thoshin Se të ta po bëjnë. t'ishim mos produse si do As beshe kulloshi fjalë, as beshe fjalë. Se do kërkon? Çfarë do kërkoni? E kuptoj. Atëherë ju thoni gjithë janë kundër. Po, Atëherë i drejtohemi kryetarit bashkisë. Ku ke gjetur dakordsinë në popull? A jeni kundër më? Tani, këta janë banorët. Pikpyetje e madhe. Zoti kryeministër me kë është biseduar nga kryetari i bashkisë me cilin popull? Se ky popull është i kësaj zone.